ti je lindur në Mitrovic. Dhe na ke thënë se je rritur prej një familje jo fort të pasur, po shumë të lumtur, me një papa mekanik, me një nën anvise. Si i ke kujtimet kur të pyet dikush për këtë atmosferë në shtëpinë e juaj? Po, ma herët të fëmiria jonë, edhe nëse nuk e kemi pas kushtet ekonomikisht mirë, ka qenë e njëjtë për gjithë, jo veç për familjen time. Edhe faktikisht ato që kom thënë, babën e kam pas automekanik, nënën jam vise, unë jam motër e 4 vëllezërve. Ati e vetë një vajzë. Unë faktikisht e kom pas një fëmirit të mirë, një fëmirit të lumtur, por qka nuk më pengon asnjëherë që mos ta mohoj atë gjendjen tonë ekonomike, sepse nga ajo gjendje jona ekonomike na kena mësu se kena pas 2 prind të cilët vazhdimisht kam pas synim kryesor shkollimin tonë. Edhe për një automekaniku, edhe për një anvise, sot kemi dalë 2 doktor shkence, 2 mastera jemi të shkencës, dhe e kemi edhe një vëlla që është maj mirë për i gjithve, dhe ajo ka një profesion të vetin, është berber, që faktikisht është shtylla e kritneve. Kështu që... Tani duke që e keni edhe jeni të lidhur mes vete ju fëmijët. Shumë, do me thonë jemi të lidhur mes vete, se jeta që kemi jetu, na ka mësu që na të pavarësisht çështjes ekonomike, pavarësisht materializmit, ne të jemi si familje të lidhur mes vete, ne të shijojmë ato që kanë sjell jeta dhe jo vetëm materialen që faktikisht sot është në prezent. Sigurisht, si shumë familje shqiptare që kanë rritur fëmijët mes plot vështirësive dhe sakrificave, pikërisht për të rritur ata për të bërë të mbarë, siç jeni bo ju si fëmijë. Dhe me siguri kur jeni rritur kanë nda me ju nga këto sfida, nga këto vështirësi, se kur janë të vegjël edhe nuk dojnë me ju rëndu edhe ju kursejnë sigurisht. Cila ka qenë vështirësia më e madhe që kanë kaluar, apo sakrifica më e madhe që kanë bërë prindrit për ju? Sakrifica më e madhe kemi qenë 4 student njëjtën kohë. Unë kam qenë në Prishtinë, në Universitetin Prishtinës, dhe 3 vëllezërit kanë qenë në Universitetin e Mitrovicës. Edhe faktikisht ishte një kohë ku institucioni ku punonte babai u mbyll. Edhe ai ishte pa punë. Unë kisha një bursë nga Zvicra, duke falënderuar një djalë tezës i cili është në Zvicër, ai ka kontribu me mjetet e veta që unë ta përfitoj atë bursë. Edhe unë ja dilsha me atë bursë, por për prindet ka qenë shumë vështirë, ku ndoshta kemi jetu me 50 markat asaj kohe, anë mujt edhe 4 studenta kemi qenë. Po njëkohësisht edhe vllai i madh ka bërë përpjekje me punën, edhe do me thonë kjo ka qenë vështirësia më e madhe.